Mirë se erdhët zonja dhe zotrinj në këtë hapësirë mëcën e ekonomi. Ditën e sotme do të flasim sa i përket valës masive së të nxehtit që ka pushtuar së fundmi Evropën. Kemi pasur me qindra vdekje, Franca, Gjermania dhe Spanja kanë shënuar temperatura rekord. Kemi pasur materiale të ndryshme që i kemi transmetuar gjatë edicioneve këtu në MCN TV, mbi 1500 vdekje deri më tani. Mungesa e kondicionerëve në për shumë vendet Bashkimit Evropian për ftohje qendrore, teksa më shumë të është sistemi i kaldajave për ngrohje, ka sjellë dhe këto probleme. Por çfarë ndodh aktualisht në Shqipëri? Ndryshimet klimatike, verat që janë me valë të madhe të nxehti, dimrat që bëhen më të butë, episodet e ndryshme të motit, gjithashtu edhe tranzicioni energjetik, se çfarë ndodh me xhepin e qytetarëve shqiptar. Kam dy të ftuar, dy inxhinier, kam zonjën Dëshira Mene, kanajsi që ju kam studio. Dhe rivjen në studio, profesori Gjersi Magu, kanajsi që ju kam studio. Faleminderit. Profesor, në thelb besoj se ka të bëj edhe me eficiencën energjetike. Ju jeni ekspert fushë dhe keni ndjekur lajmet së fundmi sa i përket edhe një mësimi që po merr Evropa për ndryshimet klimatike. Fatkeqësisht në një numër të madh vdekjesh. Në gjykimin tuaj, çfarë po ndodh dhe sa të përgatitur jemi ne për këto valë të nxehti dhe episode që pritet që të bëhen më të shpeshta sipas klimatologëve? Tani në analizën time, unë shpresoj shumë që të jemi qartë në një çështje kryesore. Që Europa ka qenë shumë e stabilizuar lidhur me rregullat për termoizolimin e ndërtesave, për eficiencën e energjisë, për montimin e sistemeve të ngrohjes vetëm dhe deri vonë ajo ka qenë një nga vendet Europa veriore flas, ka qenë një nga vendet më të ftohta të Europës vetë. Dhe Europa ndahet në tre zona, e ftohtë, e mesme dhe zona e nxehtë që jemi ne, zona mesdhetare. Po me ndryshimet klimatike në këto 4-5 vitet e fundit po vihet re një rritje galopante e temperaturave, sidomos në qytete, dhe goditjet klimatike, siç janë goditjet e nxehtit, kanë qenë të jashtëzakonshme dhe Europa po merr një mësim shumë të mirë lidhur me faktin se këto banesa jo vetëm duhen ngrohur, por kanë edhe një sasi ftohje brenda bilancit energjetik të tyre vjeçar. Në Shqipëri situata është krejtësisht ndryshme dhe për fat të mirë, ose për ironi të fatit, ne jemi një vend pa rregulla në çështjet e termoizolimit dhe kemi lënë në rënie të lirë këto vendosin e pompave nxehtësisë, për arsye se njerëzit orientuan drejt konsumit të energjisë elektrike dhe o burra të vendosim sa më shumë pompa nxehtësie, edhe unë në banesë dhe gjithë ne kemi vetëm atë ashtu quajturit kondicioner, ne i themi në shkencën tonë pompa nxehtësie, dhe kjo ka bërë që ky lloj biznesi të rritet në mënyrë të vazhdueshme në vendin tonë, por në vitet e fundit ka marrë për masa të jashtëzakonshme. Dhe kjo sigurisht që kanë vënë sistemin elektroenergjetik në një pozicion krejtësisht të ri, po flas fillimisht për Europën, kur ngarkesat më të mëdha energjetike ishin gjatë periudhës së ftohtë, dhe atëherë duhet të kishim sisteme ngrohje, të cilat për së vërtetës Europa i ka shumë të stabilizuar, plus kishim eficiencë energjie të lartë në Europë për shkak të ftohtit, domethënë sepse ajo është pjesa më e ndjeshme e njeriut gjatë vitit, dhe eksperiencës së gjatë europiane kur nuk bëhet fjalë më për sisteme ftohjeje. Për ftohje ditët ishin shumë pak gjatë vitit, por në Gjermani, siç po shohim sot, kemi një 10 ditë të tmerrshëm. 42 gradë Celsius. Unë kam djalin në Gjermani dhe marr këtë lajm edhe e vuaj pozicionin e tij atje për këtë çështje, sepse e para njerë nuk kanë kondicioner, dhe për ta vendosur një kondicioner, aty ka rregulla të forta për vendosur një pjesë të sistemit teknik që konsumon banesa, sepse vetë legjislacioni tyre është i tillë dhe është i mangët për sa i përket ftohjes. Kurse në vendin tonë kemi një situatë krejtësisht tjetër, ne jemi në rënie të lirë, por ne do të vuajmë pikërisht rritjen galopante të konsumit energjetik gjatë periudhës së verës, dhe kjo duket në këto 5-6 vitet e fundit është çmendurisht shumë e lartë, rritet konsumi në mënyrë shumë të lartë, dhe po të marrim parasysh profilin që ka Shqipëria, që është e bazuar vetëm në hidro dhe gjatë dimrit ne kemi prodhim të lartë energjetik, bile në pranverën e shesim energji sepse s'kemi ku e mbajmë, dhe gjatë verës ekspozohemi në eksporte, në importet e energjisë. Kështu që
sistemet e ftohjes po krijojnë dy pike të rëndësishme. Pikun e dimrit që është për shkak të ftohtit, se jemi një vend mesatar, por po rritet shumë piku i konsumit të energjisë elektrike për shkak të ftohjes. Tani nuk bëhet fjalë në këto vite që një banesë mos ketë një pompë nxehtësie ose dy pompa nxehtësie, mos ketë një split, një multisplit, një chiller, një sistem qendror që janë për bizneset dhe kështu me radhë. Kështu që por ekspozimi shumë i madh ose konsumi shumë i lartë i energjisë për shkak të këtyre vjen si rezultat i asaj që ofron vetë ndërtesa. Ndërtesa nuk ofron eficiencë të lartë, pra ndërtesat kanë filluar të izolohen këto 5-6 vitet e fundit, ndërkohë që ne kemi një stok shumë të madh ndërtesash në banesat, po them, të ndërtuara në vitet 2000, 2010, 2012, ne kemi janë të pa izoluara. Dhe nga kjo pikpamje, ato përveç se furnizohen me të ftohtin përmes pompave nxehtësisë, konsumojnë jashtëzakonisht shumë energji. Do i rikthehemi sërish kësaj pike, profesor. Zonja Mena, a kushton më shumë ta ngrohësh një ambient apo ta ftohësh një ambient? Atëre, që të dyja kushtojnë. Pra ti po ndryshon gjendjen aktuale të temperaturës së ambientit. Do të thotë që do shpenzosh energji. Po. Normalisht ngrohja ka një përqindje pak më të madhe se sa ftoja, por nuk mendoj që përbën ndonjë diferencë të madhe. Të paktën me pajisjet që përdorim ne, me pompat e nxehtësisë që përmendi profesori, që janë, si thua, eficiente dhe punojnë në maksimumin e tyre edhe në ngrohje dhe në ftofje, nuk është se ka diferencë shumë të madhe. Ajo që ne vëmë re tani është fakti që duke qenë që temperaturat e larta na detyrojmë ta përdorim shumë kondicionerin, pra nëse në vitet e mëparshme, kur temperaturat ishin më të përballueshme, ndizim një ventilator edhe në shtëpi përballohej disi, tani kanë shkuar të gjithë te kondicionerët. Pra duhet se s'bën të bësh ftofje të sforcuar nëpërmjet kondicionerit. Dhe kjo sjell pasoja e para për mënyrën e përdorimit të kondicionerit, për disa këshilla minimaliste, do më thëmë për të gjithë që, e kemi kondicionerin në shtëpi, po dhe ai ka një manual të përdorimi që t'jetë eficient. Nëse temperatura në ambientit e jashtme është 35 gradë, 40 gradë, ti nuk mund ta ndezësh kondicionerin ta çosh në 19 gradë, pra me një diferencë temperature shumë të madhe, sepse dhe ai kur bën këtë bilancin midis temperaturës së brendshme, së jashtme dhe temperaturës që ti kërkon të arrish, pra ai 19 gradë që ne i japim, e sforcon, e mundon jashtëzakonisht shumë dhe ai nuk stakohet kurrë, pra një gjithë kohës në punë. Duhet jemi dhe ne pak inteligjent në përdorim, që do të thotë kur temperaturat e larta kalojnë mbi 30 gradë jashtë, ti mos e bëj kondicionerin me temperaturë minimale. Mund ta lësh 26, mund ta lësh 27, 25, sepse në komfortin tënd e ndjen ndryshimin. Pra ti nuk ndihesh keq, edhe pse është 25 brenda kur jashtë është 35. Pra janë disa e para dhe e dyta kurse nda energji. E treta, duhen marrë disa masa paraprake minimaliste edhe ne gjatë përdorimit të ulen grilat, të krijojmë një lloj hizimi në shtëpi, freskimi natyrisht që është i domosdoshëm, siç janë përdorur gjithmonë, të mos ftohen për shembull dhomat që nuk përdoren. Kam dhomën e gocës, ajo nuk është aty tani, çdo ta ftohun atë. Është e mbyllur, e kyçur, pra minimizon, si thua, volumin e hapësirës që ti do të kondicionosh. Bën disa tajroset ambienti her pas here. Pra janë disa veprime minimale që në dukje, por që në fakt përkthehen në menaxhim eficient të situatës. Për sa i përket, kjo në rang, si thua, përdoruesisht të përditshëm, por nga ana tjetër, favori ynë gjithmonë ka qenë fakti që ne si vend i kemi pas të 4 stinët gjithmonë. Pra nuk është se kemi qenë një vend që kemi pas dominuar nga i ftohti siç është Europa, e cila po ndodhet në këtë situatë aktualisht. Sepse me aq pak ditë të ngrohta me diell që ajo kishte, nuk kishte nevojë të instalonte impiante, të krijonte struktura për ftojen, për ditët e reduktuara që ajo kishte. Ndërkohë që aktualisht, siç është, të gjithë kemi njerëz jashtë, të gjithë shqiptarët që flasim me, komunikojmë me fëmijët tanë, janë në këtë sikletin, vdiqja marrova papë madhe, nuk dim çfarë të bëjmë, në përdyqane nuk shiten kondicioner, nuk të lënë të blesh kondicioner që ti instalosh, sepse duhet marrësh leje të posaçme, është histori e gjatë. Shumica e këtyre shqiptarëve që jetojnë nuk i kanë as shtëpitë e tyre, i kanë shtëpi me qera, që ti nuk bën dot investime, nuk bën dot ndryshime. Domethënë dhe ndodhen në këtë sikletin dhe në këtë situatën e vështirë për të përballuar. Ne nuk e kemi këtë, por ne kemi këto sikletet e tjera.
kemi faktin që shumica e ndërtesave të vjetra nuk kanë kushtet e eficiencës të godinës të përshtatshme me këto kërkesa që ne kemi sot. Eficienca e energjisë së fundmi në 2016 u aprovua ligji, do me thënë si koncept edhe si investim në Shqipëri ka filluar në bazë 2020-ës tamam të themi, kur u bë për herë të parë provimi dhe dolën u licencuan audituesit e parë. Pra si koncept i detyruar me ligj që ta aplikohet në ndërtime. Pra që do të thotë e fut sistemin në këtë lloj detyrimi. Pas 2020-ës, po nga 2020 a 2026, nuk është se kemi situash në një ndryshim kush e di sa të madh. Ajo masa që ne kemi marrë deri tani kanë qenë masa individuale, sepse të them të vërtetën dhe vjen mirë që më sjell logjika e gjës në këtë pikë, inxhinierët dhe stafi profesional në Shqipëri ka ecur me ritme shumë herë më të shpejta se sa legjislatura, se sa qasja politike për të përkrahur gjërat, dhe ne në për projekte, në për gjëra e kemi parashikuar, pavarësisht se me ligj nuk ishte detyrim. Si thua, ne kemi ndërtuar dhe projektuar sisteme eficiente, qoftë për sa i përket kondicionimit, rrjeteve elektrike, pra ne kemi ecur në këtë drejtim. Dhe si thua, të gjitha ndërtimet që janë bërë së fundmi e kanë pasur këtë zgjidhje teknike përsa i përket ngrohjes, ftojes, eficiencës, sepse ajo nuk lidhet vetëm me kondicionerin, nëse e kufizuam shumë, lidhet me gjithë rrjetin energjetik të ndërtesës. Sepse ti do ndërtosh një rrjet elektrik i cili do të përballoj nevojat për përdorim nga këta konsumatorë, dhe nëse ti shton konsumatorët, siç është kondicionimi që është një konsumator shumë i rëndësishëm, do të thotë që i gjithë rrjeti elektrik do t'i përgjigjet kësaj kërkese. Pra shkon zinxhir. Dhe Europa, pse nuk ta mbaroj thjesht për të mbyllur analizën, ka vështirësi të implementoj sisteme të reja, sepse rrjeti elektrik i atij apartamenti nuk ka parashikuar ngarkesë të shtuar me fuqit konsiderueshme siç është kondicioneri. Dhe ai me të drejtë nuk të lejon, sepse ti nuk është se thjesht do blesh një pajisje në pazar dhe do ta montosh. Jo, të duhet i gjithë rrjeti elektrik nga boksi i matjes së energjisë deri në apartament dhe shpërndarja në apartament ti përgjigjet kësaj kërkese të shtuar. Dhe nëse ti nuk e ke të predispozuar këtë instalim për këtë lloj shërbimi, nuk mund t'ja lejosh. Pra shiko si vjen zinxhir e gjithë gjëja dhe është shumë e lidhur dhe nuk është kaq e thjeshtë ta menaxhosh. Po, s'do të thotë që atje qytetarët nuk kanë probleme, sepse qytetarët ankohen sa i përket gjitha gjërave. Dhe po ankohen. Pikërisht. Por, si zgjidhet? Sepse shtojmë makinat elektrike, për shembull, dhe themi, ok, po e blej një makinë elektrike, po edhe karikimi është me energji elektrike. Bën nxehtë, shkojmë blejmë një kondicioner. Bën ftohtë, shkojmë blejmë prapë një kondicioner. A është kjo zgjidhja? Normalisht ne kemi rënë në këtë zgjidhje, për mendimin tim është një zgjidhje pasive që kanë bërë vetë popullata pa u marrë me politikat energjetike që ne kemi ndjekur deri më sot. Politikat energjetike kanë qenë të shkruara në letër, por nuk janë zbatuar ndonjëherë dhe unë personalisht e kam ndjerë një situatë si kjo. Çka dua të them se deri në vitin 2020 kemi ndërtuar ndërtesa masive, flas për masivitetin, pa eficiencë energjie. Xhame që e fusin diellin brenda, mure të dobët të cilët sigurisht që e fusin diellin brenda dhe nuk ka kondicioner që i ftof ato ambiente. Shto këtu kulturën e njerëzve për të përdorur sistemet e ngrohjes dhe të ftokjes, atë që tha dhe inxhinierja, që për mendimin tim qëndron. Por dua të them që sistemi elektroenergjetik është vënë vërtet në një sforcë të madhe, duke nisur që nga siguria e furnizimit. Ja, për shembull, unë erdha pa energjinë elektrike që në lagjen tonë, pra ishe shkëputur, dhe kjo vjen për shkak të ngarkesave që ndodhin në këto momente pikë. Dhe sigurisht që këto do ndodhin. Ju thatë për makinat elektrike, por le të qëndrojmë mirë tek kondicionerët e pompat. Përdora si shembull, sepse shtohet kjo dhe zgjidhjen e gjendjes. Sigurisht ato që kanë furnizimin më vete, por kur flasim për banesën, në banesë lidhur me konsumin energjetik, ne kemi, le të themi, 3 hajdutët më të mëdhenj janë ngrohja, janë ftohja, janë dhe ujë ngrohtë sanitar. Të gjitha këto shërbime afrohen vetëm me energji elektrike. Ndriçimi nuk është asgjë para këtyre. Pra fatura e energjisë elektrike që vjen në banesat tona vjen për këto shkaqe.
Dhe arsye kryesore është se këtu është rritur komforti, janë rritur pagat, janë rritur mirëqenia, është rritur. Sigurisht që kjo duhet të shoqërohet edhe me një rritje të konsumit të energjisë elektrike. Ajo çka duhet të bënin sot politikat energjetike është që të fillonin një rinovim të ndërtesave të cilat janë sot të paizoluara. Dhe dyta të fillojnë dhe të ndryshojnë konceptin e ndërtimit, të certifikojnë materialet e ndërtimit, të certifikojnë xhamat, të certifikojnë gjithçka dhe ta bëjnë këtë ta fusin në ligj, ta fusin si një çështje kryesore ku dielli mund të shkojë të krijojë ndriçim brenda në banesë, por jo të futet i gjithë së bashku me nxehtësinë. Pra dritaret tona duhet të reflektojnë më shumë energji se sa të absorbojnë ose të tejkalojnë të Zonja Mena tha, i kemi inspektorët për këto. I kemi inspektorët, po a kemi ndërtesën të tillë, a ofron ndërtesa një gjë të tillë. Unë po bëj një diskutim të thjeshtë, ndoshta hape edhe diskutimin dhe me zonjën Dëshira. Ideja është kjo, po të shikosh një pallat në ndërtime sipër, shikon që dritaret bëhet më të mëdha, gjithmonë ndërtuesi shikon raportin ose arkitekti raportin mur dritare. Po të shkojmë në Gjermani, dritaret janë të vogla, muret janë masive dhe të mëdha. Kjo do të thotë që ne që në projektim nuk projektojmë me eficiencë. Sa më shumë të rritësh dritaret, aq më shumë rrit rrezikun që nxehtësia të futet brenda dhe aq më shumë të duhet ty për ta hequr të nxehtësi nga ndërtesa përmes pompës nxehtësisë. Që do të thotë që përmasimi i pompës nxehtësisë në Shqipëri nuk vjen ndoshta nganjëherë për shkak të ngrohjes, por vjen për shkak të ftohjes. Po marr një qytet si Korça për shembull. Po, që deri vonë digjeshin drut e zjarrit. Sot janë rritur në mënyrë masive kondicionerët. Pse? Ata ngrohen dhe ftohen me energji elektrike, sepse është rritur komponenti ftohës dhe komponentin ngrohës e mbulojnë përsëri me energjinë elektrike. Kështu që këtu do një politikë jashtëzakonisht të kujdesshme në këtë drejtim, me qëllim që të arrijmë të fusim sa më shumë të jetë e mundur parimet e eficiencës energjisë. Për mendimin tim jemi shumë vonë për ta bërë këtë. Inshallah e bëjmë në letra dhe mendoj se duhen forcuar dhe pozicioni i inspektorëve i auditëve të energjisë, i kontrolleve të ndryshme. Ne kemi ndërtesat e reja, e di Dëshira, që janë kaluar, kanë marrë klasën e energjisë, kanë marrë klasa shumë të mira energjie. Po a është kjo e vërteta në këto ndërtesa të reja? Që vërtet ka ndodhur ky termoizolimi? Plus termoizolimin e ka paraqitur dhe problemet të tjera si që janë djegje e fasadave. Edhe ky nuk ishte problem i vogël e cila bën thirrje, përse? Për certifikimin e materialeve ndërtimit nga pikpamja energjetike, nga pikpamja termike. Kështu që unë mendoj se në Shqipëri akoma mungon një katalog i cili të tregojë ndërtuesve, të tregojë institucioneve ose të vendoset me ligj nga institucionet si udhëzues që të ndiqet ky lloj manuali me materiale krejtësisht të certifikuara. Ndërkohë që këtu në Shqipëri mungojnë certifikuesit e pjesës, po them, termike të materialit. Ne vërtet prodhojmë tulla, por nuk prodhojmë tulla me një koeficient transmetimi nxehtësie të caktuar. Ne i prodhojmë tullat për shkak të peshës që mbajnë ose të muraturës që mbyllim dhe përgjithsisht ka ikur nga moda, po them, me ndërtimit tullat me plota, kanë hyrë tullat me vrima, të cilat praktikisht sillen keq krahasuar me tullat e plota, ose, si të thuash, ka ikur masiviteti i ndërtesës. Ndërtesat bëhen sa më të lehta, sa më pak material për çështje kostoje. Dhe çështja e eficiencës energjisë është e fundit në radhë. Kemi një bum jashtëzakonisht të madh ndërtimesh dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ose duhet të ishim shumë të kujdesshëm për këtë çështje. Ndërkohë që ne kemi probleme në legjislacion, ligji për performancën ka ndryshuar, akoma nuk kemi bërë aktet në ligjore, qëndrojmë te aktet në ligjore që kanë qenë më parë e të tjera si këto. Pra kemi nevojë për një prakticitet dhe për të shtrirë këto profesione edhe tek ai që zbaton, ke tekniku, ke inxhinieri, tek teknicienët e thjeshtë, tek instalatorët e thjeshtë, tek instalatorët e energjisë elektrike, të sistemeve të kondicionimit. Pra problematika për certifikimin e ndërtesës është goxha e gjatë, radha është e gjatë dhe ne duhet të fillojmë nga prioritetet. Sa i përket kësaj që tha profesori, paraqiti një situatë, një panoramë që e njeh mirë këtë, si mundet që të reduktohet në këtë gjendje që ne ndodhemi? Si mund të reduktohet konsumi? Pasi në qoftë se vijojmë me këtë ritëm, situata bëhet edhe më e rëndë për rrjetin e transmetimit të energjisë. Absolutisht. Njëra nga metodat është, siç e thash në fillim, përdorimi me eficiencë i mjeteve që ne kemi në dispozicion.
Ki parasysh që një favor për ne për momentin është fakti që çmimi i energjisë elektrike nuk është në nivelet larta, pra është në nivelet të përballueshme. Madje në çmimet e fundit që prezantoi ERE për çmimin e energjisë për 2026-ën, për konsumatorët familjar në fashën deri në 700 kW, çmimi i energjisë është 10.2 lek kilowattori me TVSH, ndërkohë që për konsumatorët që janë mbi 700 kW është 11.4 lek kilowattori me TVSH, që janë vlera relativisht të përballueshme. Po si përkthehet kjo në buxhetin ose në konsumin, në shpenzimet e një familjari? Nëse ne marrim një kondicioner, e përdorim në shtëpi për 6 orë, po themi pasi jemi kthyer nga puna, në atë periudhën që jemi në shtëpi, në kulmin e saj. 130 deri në 220 kWh në muaj shpenzojmë ekstra për këtë kondicioner, që fatura shkon diku ke 1.300 deri në 2.500 lek në muaj, më shumë. Për konsumatorët, nëse këtë kondicioner e përdorim për 10 orë, ne konsumojmë 220 deri në 360 kWh në muaj dhe fatura e energjisë na rritet nga 2.200 në 4.100 lek në muaj. Dhe për 2 kondicioner, nëse ndezim 2 kondicioner, po i bie shkurt fatura e energjisë ta shkon 4.000 deri në 8.000 lek në muaj. Shtesë, kosto. Pra, nuk është një buxhet për të mos u konsideruar, Mendo ti që në këto apartamente janë apartamente, shumica janë me qera, janë çifte të reja, me rroga, domethënë nuk është një vlerë e vogël. S'po flas fare për kategorinë e pensionistëve pastaj, sepse për kategorinë e pensionistëve ky 40.000 lekësh apo 30.000 lekësh në muaj është kosto shumë e madhe. Shto dhe faktin që ai pensionisti nuk do ta përdori 6 orë, 7 orë në ditë, se ne jemi në punë gjithë ditën, pa ai shkreti është në shtëpi gjatë gjithë ditës e gjithë natës, kështu që do t'i duhet ta përdori për një kohë shumë të gjatë. Dhe ajo fatura pastaj fillon rritet në progresion, ja kuptoje çfarë efekte, si thua, financiare ka vetëm ftoja me këtë kondicionim në këtë periudhë që ne jemi. Është kosto. Pra, është kosto që rëndon goxha në buxhetin e përdoruesve. Kështu që është shumë e rëndësishme të përdoret me eficiencë. Pra, të përdoret, të mos ftohen hapësirat pa nevojshme, të përdoret në oraret e pikut, pra të bëhet një lloj menaxhimi edhe një lloj rakordimi. Kurse për sa i përket ndërtimeve dhe eficiencës, pra për dal tek biseda që po bënim pak më parë, ndërtimet normalisht që ne jemi në një fazë bumi ndërtimesh. Dhe ky lum i madh ndërtimesh kërkon se zbën një manual dhe standardizim të kërkesave dhe normave teknike që duhen zbatuar në ndërtime, të përcaktuara sakt me ligj. Sepse ndërtimi këtyre fasadave, siç e përmendëm, që montohen ose ndërtohen fasada me materiale të cilat janë të djegshme, çfarë ndodh? Ky material jo i djegshëm është një material që është bler ose është marrë në treg. Nuk është një material që është bërë custom në një fabrikë dhe ka ardhur vetëm për ato objekte. Jo, është material që një kompani tregtare ka të certifikuar, ka sjell, e përdor, pra e shet në tregun ton. A duhen kontrolluar të gjitha këto? A duhet bërë një lloj filtrimi? Pra, a jemi ne nuk mund ta kemi luksin tani më. S'po them në fillimet e viteve 90 që s'kishim legjislacion, që nuk ishim përshtatur, nuk i kishim njohuri, nuk e dinim çfarë materiale zhvinin nga jashtë, prisnim çdo lloj materiali mjaft të vinte nga jashtë edhe hynte në Shqipëri, ishim bërë si një vend që mblidhnim, kemi pasur gjithë magazinat e Europës. Ne tani në 2026 po pretendojmë të hyjmë në Europë. Legjislacioni jon duhet jetë i njëjtë me atë të Europës. Pra, një material që nuk hyn në Europë dhe nuk tregtohet në Europë, duhet hyjë në Shqipëri. Automatikisht që sot s'ka nevojë të hyjmë në Europë. Sot që po bëjmë gati dokumentat për të hyrë në Europë. Pra ne duhet kemi të njëjtin filtr dhe të njëjtin standardizim të çdo lloj materiali, të ndërtimit ushqimor, çdo lloj materiali që përdorim siç e ka Europa. Se duhet të jemi më tolerant në thojza ne dhe të hyjnë të gjithë llojet e materialeve të mundshme. Dhe në fund fare çfarë ndodh? Kush është e keqja se shkon zinxhiri gjithë gjëja? Në momentin që ti e hap tregun dhe i lë këto lloj materialesh të futen në treg, ata do ta infiltrohen vetë në aplikim. Pra ata do ta gjejnë mënyrën e tyre për tu aplikuar dhe për tu përdorur, sepse ai kontraktori, duke qenë që e ka këtë hapësirë për të ndërtuar, ose ai zhvilluesi, investitori, nuk udhiqet nga standardi, udhiqet nga çmimi. Dhe ne, sot, nuk jemi në luftë, ose nuk jemi në garë me njëri tjetrin duke u bazuar tek standardi. Ne jemi në garë me çmimin.
Në qoftë se ti, unë jap një ofertë sot për një projekt elektrik. Dhe e di ku e kam vështirësinë më të madhe, kur bëhet një garë e ndershme, kur pretendohet që bëhet një garë e ndershme. Nuk e kam problemin unë që oferta që kam dhënë unë nuk përmbush standardet, nuk është konform rregullave, normave. Unë problemin e kam me maskarallëkun që zhvillohet aty brenda tek ajo kompania që mbledh oferta. Unë nuk jam në luftë me standardin, jam në luftë me hilen, jam në luftë me maskarallëkun, jam në luftë me gjithë, me atë lloj gurguleje që krijohet aty, dhe kur shkojnë dy oferta që s'kan lidhje fare me njëra tjetrën, po fare oferta ime me ofertën e atij tjetrit, fiton ai tjetri sepse ai ka gjetë personin e duhur, ai është infiltruar me atë rrjetin e vet që ka pas aty, ai arrin të bindi investitorin, i cili normalisht edhe nuk e kupton, ndonjëherë dhe nuk ju vë faj, që oferta ime është më e mira e mundshme. Pra unë garën nuk e kisha me standardin, e kisha me këto, me këtë maskarallëkun, me këtë hilen që u bë. Dhe kjo gjë duhet se s'bën të eliminohet, në qoftë se ne kemi referencë të gjithë standardit, pikërisht pra. Atëherë, në qoftë se ne vendosim një sistem i cili nuk lejon të zbresësh brenda normës së lejuar të këtij standardi, atëherë ne ofertojmë të gjithë me të njëjtin produkt, me të njëjtin cilësi. Aty pastaj jemi të hapur dhe të shohim se kush është më personi që mund ta fitojë atë garë. Por kur ti e ke hap tregun, kur ti i ke lënë të futen të gjithë, dhe kur ti me ndërgjegje ja ke hapë rrugën çdo lloj operatori të futet në treg, natyrisht që unë do jem në garë jo me homologun tim, unë jam në garë me një njerëz që nuk ka të njëjtin kapacitet, edhe nuk ka të njëjtin qasje profesionale siç e kam unë. Pra ne jemi për një, si thua, rend demokratik dhe të hapur, por kjo s'do të thotë që s'kemi filtra, kjo nuk do të thotë që nuk kemi fasha, kjo nuk do të thotë që nuk kemi standarde, sepse në momentin që ti nuk stabilizon me ligj këto standarde për materialet, për kriteret e projektimit, për kriteret e zbatimit, për çdo kompani që merret me ndërtimin, atëherë ti ke hap një rrugë të lirë anarkisë. Dhe aty do të futet çdo njeri të punojë, të bëhet ndërtues, të bëhet projektues, të bëhet zbatues, dhe në fund fare të gjitha këto i paguan plerë si fundor. Qartë. Nuk është se i paguajmë ne. E vërtetë është që ajo që thua, por unë do të shtoja këtë, që ndërtesat në përgjithësi në Shqipëri projektohen pa standard. Po të më thuash një ndërtesë e cila e ka një libër specifikimesh, unë do të vë notën 10, por nuk ka. Unë krahasoj disa gjëra. Ju keni drejt për çfarë folët lidhur me prokurimet që bëhen, për arsye se mungon pjesa e cila krahason ofertat. Mbaj mend, me fondet e Bashkimit Evropian është ndërtuar SPAK-u i sotëm ose gjykata e krimeve të rënda. Kam qenë rastësisht supervizor atje. Në vitin 2005. Dhe libri që shoqëronte projektimin ishte i jashtëzakonshëm, ishte i madh. Dhe specifikohet çdo lloj materiali që hynte aty brenda. Dhe ai që prokuronte nuk kishte absolutisht asgjë çfarë të thoshte, sepse libri i thoshte të gjitha. Me gjej në Shqipëri një libër i cili vjen nga projektimi dhe një zbatim i cili është në përputhje me projektimin ose me ndryshimet përkatëse reflektohet në një libër përfundimtar të ndërtesës. Sot, nëse ti futesh një ndërtese për ta ristrukturuar, për ta bërë, ti nuk e gjen dot se si është projektuar dhe se si është zbatuar ajo. Kjo gjë mungon në mënyrë ekskluzive. Le pastaj, kur flasim për cilësinë e materialeve, ky libri i ndërtesës, ose libri specifikimeve teknike, i thot të gjitha, unë besoj se ju keni praktikë të kësaj natyre. Kështu që do të thosha që ndërtimet e sotme bëhen kuturu, bëhen... Po këto kullat, profesore, bëhen njësoj? Të nuk e di se nuk kam marrë pjesë më me këtë gjë, po besoj se dhe kullat në këtë kanë atë pamjen e bukur e të tjera, kanë në llojin e xhamave që zgjedh arkitekti, deri diku arkitekti i cili është dhe team leader, bën atë hedh atë ëndrrën e vet atje ka ajo kulla. Por pastaj vijnë teknicienët. Kurse në Shqipëri, po flas për ndërtesat masive, në Shqipëri ne nuk kemi situata të kësaj natyre. Arkitekti jon dhe dëshira e di mirë, un kam dhënë mësim ke arkitektët, nuk e njohin fizikën e ndërtimit, pra nuk njohin cilësitë termike që ka materiali, nëse ne flasim për eficiencën.
Pastaj, se si ne do t'u apërcjellim këtë eficiencën e energjisë, këto standarde, këto librat, këto koeficientet transmetimi nxehtësisë apo cilësinë termike të materialeve, kjo është një histori që nuk po ndodh realisht. Kështu që deri më sot jemi në një stok jashtëzakonisht të madh ndërtesash që po them mbas viteve 90, këto ndërtesa janë 30 milion metër katrore nga 60 milion metër katrore që ka rezidenca gjithë Shqipëria. Dhe po rritet në mënyrë të frikshme milionat e metrave katror. Për shembull, Bashkia e Tiranës ka dhënë vitet e fundit rreth 15 milion metra katror shtesë. Tani këto janë ndërtime që janë të reja, por 15 milion ka shit 60 milion shit janë shumë. Pra dëmi praktikisht është kryer. Dëmi në eficiencën e energjisë është kryer dhe këto ndërtesa kërkojnë një nivel urgjent të rinovimit të tyre. Çka dua të them, dhe nëse ky rinovim nuk bëhet me kushte teknike dhe me specifikime të qarta, atëherë dhe ky rinovim do të dështojë. Ta vijojmë pjesën e dytë, profesor. Ndalemi një hapësirë reklamash, nderuar teleshikues, dhe do të vim për të folur sërish për këtë temë kaq interesante. Kthehemi të nderuar teleshikues, është një temë tejet interesante, pikërisht vala e të nxehtit, siç e keni ndjekur edhe në kronika të ndryshme. Në Shqipëri është valë e madhe të nxehtit, por nëpër Evropë kemi qindra mijëra vdekje qytetarë si pasojë e kësaj vale masive të nxehtit. Klimatologët dhe ekspertët thonë që ka lidhje edhe me ndryshimet klimatike. Profesor, një nga pikat e ndryshimeve klimatike është edhe tranzicioni drejt energjisë së gjelbërt, për shembull përdorimi i paneleve diellore. Është folur më herët për subvencionimin tek familjarët, tek bizneset e paneleve diellore. Çfarë ndodh në këtë pikë? Bizneset ankohen për shembull që nuk marrin dot leje për të vendosur panele diellore. Familjarët nuk subvencionohen për të marrë panele diellore. Çfarë po ndodh? Të dyja që thatë qëndrojnë, edhe kjo është e vërteta praktikisht. Por po të lexosh ligjin për burimet e rinovueshme që është bërë në vitin 2023, është ligji 24 i vitit 2023, këto akte në ligjore nuk janë zbardhur. Mos flisni pastaj për atë që bëm ne në vitin 2017 dhe aktin e kam zbardhur vetë një udhëzim të ministrit për t'i lejuar ndërmarrjet për ta bërë, për të vendosur panele fotovoltaike. Ka qenë një bum për ndërmarrjet për bizneset, një gjë e tillë, dhe kjo lidhet me faktin e para njëherë, sepse ndërmarrjet dhe bizneset po shtyhen drejt tregut të lirë. Pra, u bë një thirrje që 7.000 biznese, 6.200, 7.200 biznese do dilnin në treg të lirë. Fakti që ata nuk kishin, mirë i thua e lirë, po ku është ky i lirë, ku është ky tregu, ku është ky Alpexi, sa energji përpunon ai vetë. Dhe kjo gjë bëri që ndërmarrjet të fillojnë të aprovojnë vetë energjinë elektrike përmes paneleve fotovoltaike. Qoftë me kosto shumë të lartë për të marrë një leje, apo ndryshe në fund të fundit ndërmarrjet industriale ose bizneset, se industri nuk ka, kanë vendosur në çatit e tyre më shumë se sa 350 megawatt në instalime, që janë një shifër jashtëzakonisht e madhe, krahasuar me ato që ne kemi përpunuar në ankandet publike që kemi bërë. Kurse për familjarët, fakti që energjia elektrike ulet çmimi, në vend që edhe familjarët të kuptojnë vlerën e energjisë, duhet përballen me një lloj tregu edhe me kostot që ka energjia elektrike, pavarësisht se ne e prodhojmë me energji të rinovueshme, pra me panele fotovoltaike, të cilat nuk po zen atë zonën e tyre të influencës në bilancin elektroenergjetik të Shqipërisë. Pse e them këtë? Këtë e them sepse Shqipëria është bazuar mbi hidro. Ne hidro prodhojmë gjatë periudhës së shirave ose më mirë gjatë periudhës së dimrit. Dhe duke qenë se justifikojmë faktin që, siç ishte si vitin e kaluar keshi, që prodhoi vetëm 2.3 tera për konsum të mbrëmshëm, pjesën tjetër nga 4.5 tera e shet në tregun e lirë dhe pastaj e rible në periudhën e verës, kjo bën që ne të ekspozohemi keq në periudhën e verës. Prandaj do bëj ajo strategjia e diversifikimit, që strategjia e diversifikimit në fund fare shpjegon faktin që nëse ne kemi 4 teravator hidro, hajde të kemi dhe 4 teravator panele diellore, dhe kjo ishte diversifikimi. Pra kur kemi shi, kemi ujë, kur kemi diell, kemi panelet fotovoltaike dhe të bënim një kombinim të kësaj natyre. Por kjo ide praktikisht
e te kaloi pozicionin e vetë. Nuk mbeti në një dokument të shkruar dhe panelet fotovoltaike të ishin bërë në epiqendrën, po themi, të Oxharës, ose në ultësirën jug perëndimore. Nuk u bën, por ato do bëhen një ditë dhe sot flitet për, po themi, për kabel në New York, që ajo energji që mund të prodhohet atje mund të shkojë në Itali e të tjera si këto. Këto janë lodra të cilat nuk bëjnë politika të drejta elektroenergjetike dhe për shkak të ndryshimeve klimatike dhe tranzicionit të gjelbër, ne duhet patjetër të arrijmë një bilanc pozitiv konsumator të energjisë diellore ose konsumator të burimeve të rinovueshme të energjisë. Në të kundërt, ne do të përballemi me atë që quhet CBAM ose mekanizmin e kontrollit të karbonit në kufi, e cila do të shtoj kostot e energjisë fosile që ne importojmë dhe do të rrit kostot për ata që e blen të energjive. Me gjuhë më të thjeshtë, profesor, çfarë do të thotë? Me gjuhë më të thjeshtë. Nëse ne ekspozohemi për të blerë energji elektrike në si rajon. Dhe jo vetëm Alpexi, por Keshi sidomos, duke qenë se ka një kontratë bilaterale ose një kontratë të përbashkët me FSHU-n për të mbajtur ato çmimet e ulta, atëherë e detyrohet të blerë energji nga jashtë, pra të importojë energji. Dhe kjo afrohet vetëm si energji fosile, nga Kosova, nga Serbia, sepse energjia e rinovueshme për shkak të kontrollit mekanizmin në kufi, do të thotë, nëse unë e shes si energji të rinovueshme, atëherë kam një tarif shtesë subvencionuese. Nëse e ble si energji fosile, atëherë jam i detyruar të paguaj një tarif shtesë dhe ky është kontrolli në kufi. Që do të thotë që gjitha vendet që janë bazuar mbi energji të rinovueshme duhet ta konsumojnë brenda vendit të tyre energji rinovueshme, sepse energjia e rinovueshme në vitet e ardhshme në Europë është një flori. Sepse për atë green transition jemi duke folur, për atë tranzicionin e gjelbër jemi duke folur. Në Shqipëri kjo histori nuk ka hyrë thellë, qoftë në ndërmarrjet shtetërore të cilat shesin dhe blejnë energjinë siç është Keshi, apo qoftë edhe në nivele të tjera, pra edhe te privati. Por jepen panele fotovoltaik privat për tregun e lirë. Në tregun e lirë do të thotë që privati përdor tokën shqiptare dhe e shet ku të dojë dhe Shqipëria mbetet akoma e ekspozuar në çarshi dioksidit karbonit. Na bëri këtë panoramë, profesori. Në vitet në vijim, ju si inxhiniere, si e shihni, do të bëjmë termoizolim të këtyre pallateve që i themi të kohës së Enverit, apo thjesht ato do të degradojnë dhe më pas do të shkojmë tek shtëpitë reja që janë me termoizolim modern? Çfarë do të ndodhë në vijim? Po të marrim kosto përfitim. Po, në programin e fundit që ka paraqit qeveria është një aksion, të themi, që është rivlerësimi i ndërtesave 50 vjeçare. Në këtë kuadër, në këtë program të madh, do të bëhet një analizë e gjithë ndërtesave të cilat janë mbi 50 vjet dhe do të shikohet nëse këto ndërtesa ofrojnë, si thua, kushtet e nevojshme, qoftë për sa i përket qëndrueshmërisë, që është gjëja kryesore, pra, strukturës nga ana e qëndrueshmërisë tyre, po ashtu edhe e komfortit. Dhe pas të bëhet ky vlerësimi i banesave mbi 50 vjeçare, do të bëhet edhe lista e objekteve të cilët do të kenë nevojë për t'u asgjësuar nëse janë në gjendje të degraduar dhe të papërshtatshme për banim, apo për t'u bërë rinovim i tyre dhe të sillen në gjendjen e lejuar, pra, brenda normave dhe standardeve. Ky është një plan afatgjatë që ka nisur, është aprovuar projekt ligji, ka filluar, është Instituti i Ndërtimit i cili po merret aktualisht me këtë vlerësimin e këtyre ndërtesave të vjetra. Është një gjë shumë e mirë, është rezervat pastaj janë gjithmonë tek mënyra se si aplikohet. Dhe gjitha këto debate dhe këto diskutime që po bëjmë, i kapemi tek gjërat dhe detajet teknike se si aplikohet ajo gjëja. Pra, sa ne jemi të predispozuar që atë procesin ta bëjmë në rrugën e pastër të drejtë sipas standardeve. Apo do fillojmë të bëjmë plane, të bëjmë parashikime, si ta sabotojmë procesin. Sepse këtu mendja jonë çuditërisht më shumë punon se si ta sabotojë një proces, se sa punon se si ta ndërtojë atë procesin siç duhet. Nuk e di pse udhëhiqemi gjithmonë që t'i gjejmë anën gjës për ta shkatërruar. Sepse ne normalisht vërtet kemi shumë ndërtesa të viteve
50 vjeçare, me moshë mbi 50 vjeçare. Por mos harrojmë që kemi edhe shumë ndërtesa të reja që po bëhen tani më, të cilat janë sipas standardeve. Dhe normalisht që qeveria duke bërë këtë raport ka mundësi të bëj një menaxhim shumë të detajuar dhe shumë të mirë, qoftë ndërtesave të vjetra, me ndërhyrjet, me subvencionet, sepse në momentin që ti e konsideron atë ndërtesë të aftë për të vazhduar të jetoj, për t'ja zgjat jetën si thua, dhe 20 vjet të tjera, dhe do t'i bësh investime të cilat do të jenë eficiente, pra të nxjerrin vlerën e tyre për këto 20 vjet, natyrisht që ti ke ndihmuar edhe këtë konsumin e madh energjetik, sepse e gjithë gjëja do përkthehet në fund fare në konsum energjetik të një vendi të caktuar. Sa konsum energjetik ka Shqipëria në një vit? Kjo balans do bëhet për çdo objekt, për çdo vit, sepse si thuash, pasuria më e madhe e një vendi është energjia. Ne si vend kemi një favor shumë të madh. Dhe unë kam thënë edhe herë të tjera. Ne nuk është se kemi ekonomi që do të mbahet mbi industrinë e rëndë minerare apo mbi industrinë e ndërtimit të objekteve të tjera industriale. Ne kemi dy burime për të qenë faktor dhe për të përmirësuar jetën e vendit tonë. Është energjia elektrike, që është aseti më i madh që ne kemi, dhe turizmi, për të cilin unë të them drejtë nuk është se kam ndonjë optimizëm të madh që do sjellin ndonjë të ardhur kush e di çfarë. Por energjia elektrike e para është produkti më i kërkuar. Për eksport, gjithë bota do kërkoj energji elektrike. Çdo gjë që ne po ndërtojmë kërkon furnizim me energji elektrike. Absolutisht çdo shërbim që ne bëjmë do prizën nga mbrapa të futet atje dhe të marrë energji elektrike. Çdo pajisje që ne përdorim. Kështu që ne kemi mundësi, ne kemi diellin, ne kemi shiun, ne kemi erën. Ne kemi të gjithë, ne kemi lumenjt, ne kemi detet, ne kemi valën, dallgën. Çdo gjë mund ta përdorim për të prodhuar energji. Dhe kur ti ke kaq shumë alternativa, ke mundësi të bësh atë që tha profesori, pra ti të bësh një lloj balancimi dhe menaxhimi të këtyre burimeve, pra të prodhosh energji me shumicë në verë ku dielli, si thuash, është në kulmin e vet, dhe të ruash, pra të përdorësh si rezervë basenet e ujit të hidrocentraleve, se ky është qëllimi i diversitetit. Pra ti të kesh mundësi të bësh kompensim, të kesh bateri, sepse hidrocentralet dhe basenet nuk janë gjë tjetër vetëm se një bateri energjie, që ti e ruan, është bateri, ti e ruan atë energji. Po çfarë ndodh te ne? Ne kur i kemi hidrocentralet bosh, e shesim energjin kur në treg çmimi është më i ulët. Dhe çfarë bëjmë? E blejmë energjin kur në treg çmimi është rritur. Tani, kur ti e ke mundësi ta menaxhosh këtë gjë, pse duhet të krijosh tensione të tilla? Vetëm nëse kjo gjë është e qëllimshme dhe ti lëviz dhe bën, si thua, një shitje dhe blerje në momentin e papërshtatshëm për të përfituar diçka. Pra, ne duhet të ndërtojmë një sistem energjetik i cili të mos ketë shteg për abuzim. Pra, mënyra e menaxhimit të sistemit tonë energjetik duhet të jetë i gjithi i bazuar mbi një algoritëm, mundësisht mos marrë pjesë njeriu fare. A ka mundësi mos ketë fare njerëz që të marrin përsipër, të bëjnë shitjen e energjisë dhe të firmosin atë urdhrin e blerjes së shitjes së energjisë në një moment caktuar, por kjo gjë të ndodhi në mënyrë automatike, në mënyrë që ne të jemi të pastër dhe të dimë që kemi bërë, po jo, na duhet ai personi të firmosi, sepse e qartë, por do ta diskutojmë më gjerësisht. Është kënaqësi gjithnjë kur i kam studio. Kënaqësia ime. Profesor, kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit. Zonja Zotrinju, faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.